Egli Tako ka reaguar e prekur nga lajmi i rënd për humbjen e vëllait të Gjestit. Në një postim në rrjetet sociale ajo ka ndarë dhimbjen e saj, duke thënë se zemra i dhem dhe se do të donte të mos lexonte kurrë një lajm të tillë. Zemërthyeri shpreh ngushëllimet e mia të përzemërta familjes Kelmendi. Zoti ju dhënë forcë ta përballoni dhimbjen e kësaj humbjeje kaq të madhe, e shpirtit të voglit tuaj, u shof në paqe, ka shkruar ajo. Reagimi i Eglit i është bashkuar dhjetra mesazheve të tjera ngushëlluese nga figura të njohura të showbizit, të cilët janë solidarizuar me dhimbjen e familjes Kelmendi dhe vetë artisti Gjesti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.